Allahun subhanahu wa ta'ala falenderoj, salatat për shëndetjet Muhammedit sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ja dërgoj dhe adresoj familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Fillimisht lut Allahun e madh që Allahu na ka ditë të bekat, ditë të madhe, ditë të Ramazanit. Allahu mëkatet tona ya Rabbi na i fale, na bojë nga banorët e xhennetit, t'i fale prindërit tan, mësuesit tan dhe gjithë atyre të cilëve ju kemi hak në atyre ya Rabbel Alamin. Një ashtu shfrytëzoj rastin fillimisht që me falendërua dhe këshillën e xhamisë dhe hoxhën e nderuar, i cili na ka nderuar dhe na ka bëu ftesë që me qenë sot në mesin e juaj bashkarisht, mi do disa momente me përkujtu sicili njëri tjetrin drejt fjalëve të Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, sot me lenin Allahut subhanahu wa taala do të mundona në pika të shkurtëra të flas për një ibadet i cili është prej ibadeteve të veçanta në këtë muaj të Ramazanit dhe jo vetëm. Ky ibadet është ibadeti adhurimi i duas apo lutja. Allahu subhanahu wa taala kur e ka bë farz agjerimin, është interesant që vetmin obligim të cilin Allahu e ka tregu me një faqe të Kur'anit është Ramazani. Për arsye se po ta marrmi namazin, zeqatin, haxhin dhe veprat e tjera Allahu i ka shpërndarë për Kur'an. Wa aqimus salata wa atuz zakat, apo martesën dhe kështu me radhë, për pose agjerimit Allahu e ka cek me një faqe të Kur'anit. Dhe ajo në suratul Baqara. Dhe ajeti i parë fillon ku Allahu na ka bë për obligim Ramazanin dhe thot: Ya eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ajet i mirënjohur të cilin e dëgjoni nga hoxhallarët, ku Allahu ju drejtohet besimtarve duke ju thonë: o ju të cilët keni besu, ju është bë për farz obligim Ramazani, qashtu qish e kam pas popujt para jush për obligim. Edhe pastaj shkon ajetet kuranore, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, deri ku? Deri në fund të faqës. Shka thot në fund të faqës Allahu në këtë ajet? Thot: wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dhe në gjuhën shqipe i bie kur të pyesin robërit, ne duhet me përkthim me thon Allahu tregon në fund thuaj, realisht nuk duhet me thon thuaj, se i bie shumë larg. Në gjuhën arabe s'ka thon Allahu kul wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kur të pyesin ti robrit e mi, o Muhammed, ku është Allahu? Ai është afër. Se me thon fjalën thuaj ai është afër, Allahu në gjuhën arabe ka kuptim, domthon ka kohë derisa të përgjigjet. Ama kur Allahu e ka hik thuaj, po Allahu i drejtohet falyastajibu li, ata le të më përgjigjen mua, le të kërkojnë prej meje, unë ato do t'ju përgjigjem lutjeve të tyre. Andaj edhe sot kam dash bashkarisht me ju të ndoj këtë ibadet të Allahut i cili janë lutja, se ne e neglizhojmë vëllezër të nderuar. Në shembull, kur kena në nevoj, i thirrmi liderët e partive, i thirrmi njerëzit të cilët kanë pasuri, e thirrmi doktorin më të fortë, kur kena nevoj. Edhe është legjitime mi thirr ato, është edhe shumë normale, kur e ka dikush në dorë një sundim. Ama ne harrojna ai i cili i sundon ketë ata. Ai është Rabbul Alemini. Andaj fillimisht ne themi drejtoju Allahut. Që sa ditë kalon, 15 ditë. Unë pe vez vetëm pastaj edhe juve. A i keni lut Allahun për këtë nevoja çka i keni, edhe shëndetësore, edhe financiare, edhe familjare, edhe imanore. A i keni lut Allahun që 15 ditë këtë çka keni nevojë me hek pi vetit, pi mrena krejt, apo i keni lënë mrena. Edhe kur i ngrit mi durt, shumë e kum lut Allahun, s'mu ka përgjigj mo, s'pja përmeni mo tjerat. Kjo është tash do ta cekmin hadithe. Kjo është nga mendimi i keq ndaj Allahut, me menu keq për Allahun,
që Allah si ka bo kabul. Andaj vëllezër të nderuar, Ramazani është shans që do ta potencoj, do ta cekin e ders, është shans njeriu mi çu durt në prag të iftarit, edhe jo vetëm. Lejohet edhe gjatë ditës, tashti. Kur shkoni te shtëpia ose kur e bitismi namazin, që i çojmë duart lart Allahut, me lut Allahun, o Allah. Sahabët e di që e kanë lut, muslimanët e parë, Allahun e kanë lut edhe nallet, kundrat e tyre kur janë shky, kur janë shkoç, e kanë lut Allahun, o Allah, ma mundso mi ngjit kundrat e mia. Neve na prishet kapaki i shtëpisë edhe i krijës, dhe ne nuk e lutmi Allahun. Ne mendojmë që ka më i kri punën dikush tjetër. Sefte fillimisht duhet me lut Allahun subhanahu wa taala. E cila është vlera e duas, masi që po du me tregu me hibo këtë hyrje, se ne keti lutmi Allahun harrojna. Çka vlera e duas? Çka ajo madhështia e duas? Dëgjone. Transmeton Imam Tirmidhiu në Sunenin e tij nga Nu'man ibn Bashiri radhiyallahu anhu, i cili tha se ka thonë pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwa al-ibada. Vet lutja, duaja është ibadet, adhurim, çe tha. Shembull, dikush prej neve kur shkon në çabe ose edhe në xhami, dikush prej neve lexon Kur'an, mundet në saf para namazit. Dikush prej neve aty fal sunetet. Dikush prej neve hek tesbih, astaghfirullah, subhanallah. Dikush prej neve bën dua. Këtë këto janë ibadet. Se mos mi thon ai i cili lexon Kur'an, këtij të cilit është duke bë dua, me thon kisa në ibadet, është duke kërku nevojën e tij. Se realisht duaja, lutja është kërkesë. Mirë po edhe kërkesa ndaj Allahut është adhurim, ibadet. Ka thonë Allahu në Kur'anin famëlar, suratul Ghafir, ajeti 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dhe tha Zoti, thuaj atyre kur ata kërkojnë prej Allahut diçka, tha Allahu, le të më lutën mua, unë do t'ju përgjigjem atyre, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Për arsye se ata të cilët janë mendje mëdhej, krye lart ndaj adhurimit të Allahut, që i bie domethënë nuk e lutin Allahun në këtë kontekst, ata do të hinë në xhehenem, Allahu na ruaj. Kjo hadith, vëllezër të nderuar, na bën me dije që besimtari nuk bën më kon gafil, neglizhent ndaj duas. Me kujtu që duaja është vetëm kur ki nevojë, jo duaja dush me çu durt, edhe ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duaja më e mirë është duaja në ditën e Arafatit, e lutja më e mirë në Arafat cila është? A është kërkesë? Jo. E dini që është madhrim. Ka njerë nuk ka nevojë njeri me kërku prej Allahut diçka, po i çon durt edhe madhron Allahun. E dini çfarë është duaja e Arafatit? E dini haxhiliet, po edhe ju shka nuk keni shku, Allah i babof nasib, duaja më e mirë me bën Arafat cila është? La ilaha illa anta, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kjo duaja që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka mësuar Hazreti Aishën me e thon këtë dua. Kjo kanë domethënë, duaja është ibadet, jo vetëm nevojë dhe kërkesë. Një ashtu, duaja vëllezër prej vlerave të saj e ndron kaderin. Kaderi, që mos më u përzi shumë, kaderi ka disa etapa apo 3 etapa. Është kader të cilin e din vetëm Rabbul Alemini, kader të cilin e din melaçet të cilët kanë ardhur me fri në mitrën e nanës, edhe kaderi vjetor, do në 3 kadere. Kaderi Lohul Mahfuz ki nuk ndrohet. Edhe këta e din vetëm Rabbul Alemini, se din melaçet. Amo kaderin që Allahu ja ka dhënën, a mu kanë mashkull a femën, sa ka me jetu, rizkun i miri keq, e din melaçet të cilët kanë ardhur me ia dhënë shpirtin, ati fëmijut në barkun e nanës. Edhe kaderi vjetor që i vjen natën e kadrit, e din që ato melaçet që janë përgjegjës. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk e ndron caktimin përpos se duaja. Që mos t'i përzihet dikuj, unë e bona këtë shpjegim. La yaruddu al-qada illa ad-du'a. Tha nuk e ndron caktimin e Allahut përpos se duaja. Këtë hadith e transmeton Tirmidhiu dhe Sheikh Albani rahimullah e konsideron hadith të mirë. Të nderuar vëllezër e ceka, në fillim të dersit tash, shumë prej nesh lutmi njerëzi dhe nuk e lutmi Allah me në ndryshu gjendjen. Ne lutmi politikan, lutmi mjek, lutmi biznismen, që është shumë legjitime dhe normale kur ki nevoj. Mi po mas pari, lutë e Rabbul Alemini në lutje në dua. Mas pari,
shtoja kërkesën Allahu subhanahu wa ta'ala. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yad'u laysa bi ithm. Shërne, se dikush e hub imitin, thotë Allahun për gjithçka, po për gjithçka lute. E thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilën transmeton Imam Buhariu në librin e tij Adab al-Mufrad, dhe Sheikh Albani këtë hadith e konsideron të vërtetë nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, i cili tha se ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çoni salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yadu, nuk ka ndonjë musliman i cili bën lutje dhe dua. Dhe na dua nuk e lut Allahun për gjuna. Edhe ka shpjegu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkam gjunaj. Gjithçka që nuk e don Allahu dhe që është mëkat, gjuna, Allahu nuk i përgjigjet. 1, 2, wala bi qit'ati rahim. Dhe nuk thot unë e kam një miq, një vëlla i çon durt, ato Allah kur mos më pajto me ta. Nuk ka një njeri i cili i çon durt. Dhe lut Allahun përveç se lut Allahun për ndonjë mëkat, thot o Allah, ma mundso ta bëj çet gjuna, Allah si përgjigjet. Edhe e dyta një njeri i cili thret në shkputjen e lidhjeve farafisnore. Allahu nuk e don këtë njeri, edhe nuk i përgjigjet lutjes së atij. Ai i cili thret mu i dhnu ose mos un pajto Allah asnjëherë. Hasha wa kella, dikush prej neve më kon mesin ton, që ka problem me bab, me vëlla, me miq, domthon nuk fol, është domthon koha që mu pajtu, se para se mu pajtu me Allahun, duhet mu pajtu sefte me njerëzit në tokë, që Allahu subhanahu wa taala pastaj më na pranoi ibadetet dhe adhurimet. E çka ndodh? Tha vetëm sa Allahu i përgjigjet në 3 forma. Kush piçoj ka dur dhe lut Allahun, Allahu i përgjigjet në 3 mënyra. E para, Allahu i përgjigjet më një herë. E dyta, Allahu me ja lën për në ahiret, me ja vënu për në botën tjetër. Dhe e treta, Allahu me ja zavendësu me diçka shka ati si ka shku menja. Shembull ti i nis për në Turki. I nis dhe ke thonë, o Allah, një mom që shkoj rrugës rahat. Rrugës duke shku, kaderi Allahut blokon keri. Edhe ti thue, subhanallah, unë e bona dua, Allah s'mu përgjith. Blokoj keri. Dhe ti bosh merak, ka bloku keri, u prish pushimi, apo atë qefin shak i pas me dash me bon, dikun am perëndim, dikun Evropë. Mirë po, Allahu subhanahu wa taala pas një kohe, Allahu ta bën të qartë që ti të ka mbrojt për diçka më të madhe, që ti se ki di që ti shenis, ndoshta kishe bën ndeshje sudar Allah na ruaj. Ose ti kanë janë ngutësh, i jip kerit edhe nisësh pa bë dua. Nisësh, çashtu akon puna me axheli, me të ngut me kur e shetin një shlepert kalon edhe nuk të rrok. Thu subhanallahu nuk më rroki. Po s'kum bobe dua çatren. Rabbul Alemini ta zaventson çat duan që ti e ki bon një herë, e atëherë s'u ka përgjigj, ka bloku keri, Allahu tash ti përgjigj. A jemi të qartë deri që të vëllezër të nderuar? Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha Allahu akthar, njëri prej sahabëve tha, idhe nuk thirr atë shtojmë bëjna dua sa më shumë, tha Allahu ka dhe më shumë përgjigje. Don ti e lut Allahun për diçka, Allahu në 3 forma tu përgjigj çka. Andaj mos u dëshproni kur Allahu nuk na bën kabul duan. O Allahu na përgjigjet më një herë, o e le për në ahiret, që në ahiret kemë pas shumë nevojë. Shumë nevojë. Allahu na bëf me kollajllëk dhe lehtësim, ya Rabbel Alamin. Dhe e treta, Allahu na zaventson me diçka që ne nuk e kena lut Allahun atë moment. Një ashtu, ai i cili e lut Allahun nga vlera e duas, jemi ende, nga vlera e duas, ai i cili e lut Allahun, Allahu e don. Dhe Allahu i don njerëzit të cilët e lutin dhe hidhrohet Allahu me njerëzit të cilët nuk e lutin Allahun. Njerëzit të cilët nuk e lutin Allahun, sikur se i thonë Allahut, o Allah, ne kena dikan tjetër shka e lutna, nuk kena nevojë për tyje. Allahu i hidhrohet me ta. Edhe Allahu është bujar. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, leysa shay'un akramu ala Allahi min ad-du'a. Nuk ka diçka më krenari për Allahun. Ekram i bie krenari. Ala Allahi min ad-du'a, se sa përgjigja e lutjeve të robëve të tij. Edhe një njeri i cili e lut Allahun, Allahu e don. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men lam yas'alillahi yaghdab alayh. Kush nuk e lut Allahun, Allahu hidhrohet me ta. Subhanallah. Ne lutëm një dunjo, vëllezër. Këta pe thamë vallahi nga thellësia e zemrës, edhe unë jam boç, shpeshherë kur kam ndaj gale harroj. Subhanallah. Shejtani na bën me harru lutjen ndaj Allahut. Edhe ta çon minier alternativën. Kata besoj kam njënit njofshëm, mësos punë kimu. Kata okay, e kit njofshëm.
Po bën dua, ndoshta Allah më ia zbut zemrën se te çaj I njofshmi kur të shkojsh ti me trokit nder, apo e kam një hall me ma bëa një çare, ai në çat moment përgjigjet negativisht. Pse? Ti ke menu mirë, po ti s'ke bë dua që Allah më ia zbut zemrën atij dhe më thon, o Allah, kam nevojë për filanin. O Allah, zbutja zemrën kur të shkoj mi lip atij, Allah tu më përgjigjet. Një ashtu vëllazër nga vlera e duas, me bë dua vëllazër Allahu t'i fal gjunahet. Domthon, ato përgjigj, as të përgjigj në dua, vet duaja Allahu njeriu t'ia fal gjunahet. Transmeton Imam Tirmidhiu nga Enesi radiallahu anhu, I cili hadith është I mirë, ku thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në hadith qudsi se ka thonë Allahu te bareke ve taala, ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. O biri Ademit, po thot Allahu, nëse ti më lutesh mua dhe kërkon prej meje falje, unë do të fali tyje edhe nuk është për mua asgjë. Wala ubali, domthon për Allahun asgjë nuk është ajo. Pastaj tha, "Law balaghat dhunubuka anan as-sama", që kjo hadith është shumë I madh. Edhe nëse gjunahet e tua, mëkatet e tua kanë arrit deri në qiell. Domthon, shumë gjunahet, dikush thotë unë e kum tepruar xha. Anan as-sama, thumma astaghfartani. Pastaj ki kërku prej Allahut falje, ghafartu laka wala ubali. Unë ty ta fali dhe nuk është për mua asgjë. Ya ibn Adam, o biri Ademit, innaka law ataytani bi qurabil ardi khataya. Nëse ti vjen tek unë me gjunoje sa toka, porsi sa qiellit as sa toka, thumma laqitani, dhe më takon mua, la tushriku bi shay'a, dhe ti s'm ke bë mua shirk, s'ke shkuar me lut dikant tjetër përpas Allahut në kontekstin e adhurimit, s'ke shkuar për teçe, na për tyrbe, na pas sirbas, po e ke lut Rabbul Alaminin, si ke bë shirk, tha ataytuka bi qurabiha maghfira, ki me gjet tek unë atë shumë falje sa ke bë gjunoje. Domthon sa bëj gjunoje, Allahu ta ban edhe ashtu. Vëllazër, këto ishin 4 vlerat e duas. Cilat janë kushtet që Allah më na I bë kabull duan. Tash ti për me ta bë Allahu kabull duan, ti dush mi plotsu dosene. Normale kemi po kur shkojnë në ndarsëm, nuk shkohet me shorca, as me trenerka, po veshmi apo. Edhe para Rabbul Alaminit është kodi I duas. Kushtet e duas. E para vëllazër, me bë duaj me sinqeritet. Me bë për Allah, jo me pa njerëzit. Jo unë I çova dur që njerëzit më shohin që unë jam ibadetxhi. Edhe niyeti, sinqeriteti është në çdo adhurim. Bile ulemoja në çdo libër kur e kanë shkruajt, hadithi I parë të cilin e potencojnë dhe e cekin është shka innamal a'malu binniyat. Veprat shpërblen sipas niyetit. E thot Allahu subhanahu wa taala për sinqeritetin dua, fad'u Allaha mukhlisina lahu ad-din. Luteni Allahun sinqerisht. Jo në dyshim, jo shembull me thon o Allah, falem ti mua si dush. Allah pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahumma ighfirli in shi't. Një vërejtje, edhe unë e kam atë behane, po edhe ju me siguri e keni, dikush për ju, s'po tham krejt, kur bëna dua, Allahu shpërblet me xhennet inshallah. Hekne qëta inshallah. Allahu shpërblet me xhennet, pa inshallah. Se inshallah I bjen të se do Allahu. Është në vlerësim për Allah mi thonë, o Allah falëm si dush. Jo, ka thonë pejgamberi unë, sallallahu alaihi wasallam, kur ta luteni Allahun, lutne, se do të vere tash pika tjetër, lutne Allahun duke qenë të bindur që Allahu kam ju përgjigj. Se e ditë shqipi Allahut, si kur ti kur shkon të njoni me li borç, I kam nevoj një 2.000 euro borç, apo mi jep, a I thë, si dush, me mi dhonë mirë, si mos, unë shkoj të tjetri. Ta Allahu s'ka, vetëm një Allah I kina, o Allah s'ka përveçteje, dera jotash, s'ka si dush, vetëm ti duesh, s'kina ku me shku tjetër kun. Andaj e para vëllezër, sinceriteti prej kushteve të duas, në një është sinceriteti. Dhe me bo për Allah dhe me bindje që Allahu ka me të përgjigj dhe ajo është mbi gjitha. Dy vëllezër, kur të bëjna dua me prezentu zemra në dua. Në shpesh qojna dur të mend I kina Allah po divish gua amin amin amin, ama zemra nuk është aty pari. Zemra do të shëtitët, menja shëtitët. Ne I kina çu dur vetëm çashtu.
Ndëgjoni çka thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili hadith është i mirë, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba." Luteni Allahun duke qenë të bindur që Allahu kam ju përgjigj në dua. Don kur ti lutish Allahun, dush me lut me bindje, o Allah, s'ka përveç te, veç ti dush me u përgjigj. E keni pa ndoshta në për rrjetet sociale, sot edhe vjetrit më shumë po kanë rrjetet sociale, e keni pa makinë qave kanë njerë dikush i çon durt, edhe shihni tu bë sikur muhabet me Allahun, te lut, o Allah, kam nevojë një kerr, o Allah, kam nevojë një shtëpi, o Allah, kam nevojë një evlad, o Allah, evladi jemi ka marr punë tek xhia, udh tek xhia, drejtoje. Lutë Allahun, wa antum muqinuna bil ijaba, ju duke qenë bindur që Allah ju përgjigjet. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Edhe dijeni, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, s'jam fjalë të mia, dijeni se Allah nuk i përgjigjet, nuk ja bën kabull duan atij njeriu i cili zemra e tij është neglizhent. Tu shëtit. Doni ka çu durt mos e ka menën atij. Pe lut mi Allahun, po themi ju lut se dia i përgjigjet Allahu subhanahu wa taala. Tre vëllezër prej kushteve, sharteve të duas është ushqimi halal. Me ushqi vetëm me halal. Me pasën rrogën tonë me halal, me blej ushqimin halal, se ti mundesh me fitu me halal, ama vesh është haram. Haram. Nuk e di që a prej mishi me halal, me bismillah. Vesh një teshe cila ka likur derri, apo diçka tjetër. Dhe du të pas kujdes. Ndëgjon është ka thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në hadithin të cilin e transmeton me Muslimin në Sahihun e tij, nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili thot se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ya ayyuhan nas, o ju njerëz, inna Allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba." O ju njerëz, Allahu është i mirë dhe nuk e pranon vetëm të mirën. Domthon Allahu është i mirë, nuk e pranon vetëm të mirën. Wa inna Allaha amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Dhe me të vërtet Allahu i ka urdhëruar besimtarët me atë që i ka urdhëruar pejgamberët. Dhe ka lexuar ajetin kuranor, surat al-Mu'minun, ajeti 51, ku thot Allahu: "Ya ayyuhar rusul, kulu min tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim." O ju pejgamber, hani nga të mirat e Allahut, nga halalet e shpërqëllimi, dhe bëni veprat e mira, se une e shoh atë çka e veproni dhe e di atë çka e veproni. Një ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka cek një njeri i cili pas ka dalë në rrugë udhëtar, që do ta cekmi që udhëtarit i bëhet kabull doja, i raskapitur, i pluhnosur, dhe i pas ka çu dur drejt Rabbul Alamin. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, o Allah, kam nevojë. Allahu subhanahu wa taala po thoj ka me laçeve. Yamuddu yadayhi ila as-sama, i ka ngrit dur drejt qiellit. Ya Rabb, dy herë ka thonë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu: "Wa mat'amuhu haram." Ki njeri ushqimin e ka haram. "Wa mashrabuhu haram." Dhe pija e tij është haram. "Wa ghudhiya bil haram." Dhe është ushqy dhe veshmbath me haram, fa anna yustajabu lah. Qysh Allahu më ju përgjigj këtij njeriu? Don hajën haram, pijen haram, veshmbathjen haram. Qysh Allahu më ju përgjigj këtij njeriu? Andaj kjo vlen edhe për mua edhe për juve, kur Allah nuk na përgjigjet, duhet me drejtu gishtin drejt vetës. Me thonë, ku jam ti mor parët une? Që sham ti fitu parët une? Që sham tu vesh une? Pse e vlet të mi sa ndu dollë të hajrit? Aja ka mune rrugën të i me halal? Aja më të punu me halal? Pse e vlet të mi e ka mune rrugën e keqe? Kjo në pyqe të cilët duhet mi i bon. Gjevapin, si cili përgjigjen e kina të vetvetja ju. E di edhe une, edhe krejt e dina. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha që Allahu të shartet e duajës, e treta ke, e para ke sinceriteti, e dyta me prezentu me zemër, e treta me hongër halal. E katërta vëllezër, mos me lutë Allahun për haram. E cekëm parzit, te vlera e duas. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në hadithin të cilin e transmeton me Muslimin nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, që kush e lut Allahun për ndonjë mëkat apo mi ndërprej lidhjet farefisnore, edhe nuk ngutet vetë sa Allahu i përgjigjet atij. Dhe tha, shka që e Rasulullah el isti'jal, mungut, tha me thonë,
e luta Allahun, nxiton, mirë po tha Allahu nuk mu përgjigj, atëherë e humb shansën me prit përgjigjen prej Allahut. Domthon e lut Allahun, e lut që ka përgjigj, i hek dur thot, edhe bolli u përgjigja, e lut Allahun subhanahu wa taala, edhe kjo vëllazër të nderuar njeriu e bën që mos me arrit shpërblimin e Allahut xhalla shanu wa xhallalu. E pensa vëllazër prej sharteve mos me tepru dua. A pas ka me tepru dua? Po gjithçka njeri e tepron. Bile edhe me majt Ramazan çdo ditë, një vjet është e ndaluar. Dikush më thon u kënaqem hoxha, unë kam vëxhutin e fortë. Unë po du me ro zaif, unë e muj me majt 365 ditë Ramazan. I thonë haram. Teprim. Edhe ai i cili e tepron shkatrohet. Andaj edhe pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam i ka largu njerëzit nga ekstremizmi i tepruar. Thonë, me teprue, edhe në ibadet zban. Dikush du mu fal ta natën, ka dalë Allah, fleni pjesë natës. Rri me familjen tonë një pjesë natës, edhe bani ibadet Allahun subhanahu wa taala një pjesë natës. Allahu na don neve, jo me na shkatru neve. Allahu s'na ka bë farz namazin me na mit, as xherimi me na mit. Po Allahu na ka bë dobi të cilat ne kemi dobi. Edhe andaj Allahu subhanahu wa taala na i sjell neve ato dobi. Tha Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famëlar, për mos me teprun dua, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Lutna Allahun me nënshtrim dhe në heshtje, sa Allahu nuk i don ata të cilët e teprojnë në dua. Tha Ibn Qaymi, nga teprima në dua është me lut Allahun diçka në haram, apo ndonjëherë me lut Allahun aje cila nuk ka urtësi në ta. Si me i thonë Allahut, o Allah, ma mundso me jetu deri ditën e kiametit. Unë është e pa kuptim. O Allah, jepëm imër qatë sa është bereqet dhe khajr për mu. Që kjo është? Tjetrën, 1000 vjet, 100 vjet, 200 vjet, kjo të teprim, Allah e ka caktu. Ti thu jepëm imër të gjatë edhe të khajrit, me bo dobi, se mundët dikush më pleç një rëfshit. Rëfshit ka pun të këshia, jo ka mend, se mend mumi, Allah s'pan në spërëvan. Amo me rëfshit, unë e kom pa njerës, deri në moshën 40-50 vjeqare, mashallah e snaf. Kur i ka bo 50 vjet, i ka hin qef jeta e natës, zhivot, janë si me pije. Ku u bon veti, bobe gjithë kam pi tije, ka u bon e ti, ja ka një se i ka hin vetin qef, ja ka një s'mu li mund gji, mu bon ma i mirë, edhe me dal me pas me rak jetën, Allahu na rujt, ja Rabbil Alamin, neve dhe familjet e tona, ja Rabbil Alamin. Nga teprimin e dua, vëllezër ulemaja e kanë cek, kanë thonë është si për shembull, të cilën e ka transmetue një hadith, Imam Albani në Sahihul Jami', ku ka thonë një sahabi e ka një Said ibn Abi Waqqas. Said ibn Abi Waqqas, e ka dëgju një njeri duke thonë, o Allah, ma mundso të hin xhennet. Kur të hin xhennet, o Allah, ma mundso që mi pa bukuritë e saj. E kur ti shoh bukuritë e saj, o Allah, ma mundso pallatin anën e gjatë, një shtëpi të madhe të xhenetit, kur ti jam unë pi banorëve të asaj. Ka thonë mos e tepron dua, kjo është tepër. Shembull edhe në hoxhallar, si mos namaz natë kanë herë, kur po bëjnë vitër, me tepru 50 minuta ndua, po jo vëlla 50 minuta ndua. Kupton? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka dhënë në shkurt vëlla. Allahumma inni as'aluka al-janna ma qarraba ilayya min qawlin aw amal. O Allah, unë të lutem ti xhenetin nga veprat edhe fjalët të cilat afrojnë drejt xhenetit, wa a'udhu bika min an-nar, kërkoj mbrojtje nga zjarmi i xhenemit, prej veprave të xhenemit dhe fjalëve të xhenemit dhe shka afrojnë drejt saj. Biti u kry. S'ka nevojë me tepru atë, kupton? Ban dua lip. Ama jo, për shembull, kur ti në xhenet hije, ta kam Hazreti Aisha, Hazreti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, aty ta shoh Hazreti Abubekrin, Omerin. O Allah, Firdausil A'la. Edhe kryet. Mos i tash me cek emra ta kam gjatë në shmajt, se kjo nga teprimi në dua, tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, yakunu qaumun ya'taduna fi ad-du'a wa at-tahur, kama pas popull të cilët kanë me teprue në dua dhe pastërti. Don vezvese bon edhe në temizllëk në pastërti. Pika e 7, më falni e 6 nga shartet e duas, inshallah nuk e teproj, nuk e zgati veç. Ma bani me dije se thënë hoxhallarë mikrofonin, grave telefonin s'bë me valon, di. Se hoxhallarë zin munal, që të behona e kena. Nga kushtet e përgjigjes së duas është vëllezër të nderuar me urdhrunë të mirë dhe me ndalu nga e keqja. Sidomos sot, ku jetojnë në këtë zaman, apo shumë vështirë mi thon dikuj më bëse keq i kije. Se del punë. Sot del punë, mi thon dikuj e ki gabim, o kojshi, o dashamir, ose me lajmëru mi thon xhaliot nuk i ka rrugë të mira, i me të hatri. I me të hatri ti e lajmëron për të mirë, jo për xhelozi.
I met hatri bile thot ti këshir punët e tua mos u merr thot me xhalin tëm. Subhanallah. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dëgjon e shka thot në hadithin e Hudhaifës radhiyallahu anhu, i cili thot se ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Walladhi nafsi bi yadihi", pasha atë të cilin shpirti im është në dorën e tij, që do të thotë në dorën e Allahut. "La ta'muranna bil ma'ruf", ja do të urdhroni në të mirë dhe do të ndaloni nga e keqja, apo Allahu do t'ja çojë juve një dënim të cilin nuk do ta ngritë për juve edhe pse ju bani dua. Allahu e çon një dënim, ju bani dua, Allahu pse nuk përgjigjet? Se ju nuk urdhroni në të mirë dhe nuk ndaloni nga e keqja. E shtata vëllezër, njeriu mos mu nxitu thash parzit në dua. Nga kushtet e duacës mos me nxitu në dua. Domthonë këto kanë shka kushtet e duas. Një me mojt men bollësht. Shka me mojt men? U desh ka mu lut shpesh Allahu subhanahu wa taala. Unë e kam pak dersën e gat, që ose dikush ka punë, kena më dhon leje normal dëshira juve, unë i kam edhe disa minuta me shpjegue, pa i sos këta inshallah nuk e kam mejnë mu quve. Kërë që kena me njët bashkarisht. Tash i shkëna të edukata e duas. Diri tash shartet. Edukata e duas, shka është? Vëzër e para është me pas abdes. Është mirë me pas abdes kur të bëjsh dua. Nuk ka pa tjetër, nuk ka fars. Pa e proferuar njeriu me pas abdes kur të bëjë dua. Sa është ibadet. Ka thonën pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam që me një luft prej luftrave, njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, e ka dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ushtri, në të cilën ka qenë Abu Amir al-Ash'ari, dhe Allahu ka dosh e ka goditën ata me një plak në trup. Fa qala lahu Abu Amir, i ka thonën Abu Amiri Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu: "Belligh Rasulillah", tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thuaj atij që të bëjë dua falje për mua, se më ka godit kjo plagë edhe vdiq. Atëherë u kthie Abu Musa dhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulullah, para se me vdek Abu Amiri, më ka thënë selam që ti më bë dua për ta." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Bermi do ujt mar abdes", mur abdes dhe i ngriti dur dhe tha: "Allahumma ighfir li 'abdi Abi Amir", o Allah fale robin tanë Abu Amirin, Allahumma ij'alhu yawm al-qiyamati fawqa kathirin min khalqika min an-nas, dhe o Allah bana ata të ngritur në ditën e kiametit mbi njerëzit e tjerë. Domthon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur pas ka bë dua, ka thonë bermani do ujt mar abdes. Kjo ka qenë domethënë nga edukata e duas. Dy vëllezër më u drejtu kibles. As sunet, njeriu kur të bëhet dua lejohet në tana ant, ama e preferueshme është ka kibla. Transmetohet në Sahih Buhari dhe Muslim nga Ibn Mesudi radhiyallahu anhu, i cili thot e kam pa pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam lamma arada an yad'u ala nafar min Quraysh, kur ka dash me bë dua ndaj popullit të tij Quraysh, të cilët i kanë bërë shumë padrejtësi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, istaqbala al-Ka'bata fada'a, është drejtu nga kibla dhe ka bë dua. Tre vëllezër nga edukata, un pak pi ceki më shpejt, është njeriu mos me ngrit zonin, mos me vikat kur të bëjë dua. Duaja mjafton ti me një, nëse imam me një, s'ka nevojë jo. Allahu subhanahu wa taala dëgjon. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam fillimisht Allahu në Kur'an: "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya", lutni Allahun me nënshtrim dhe në heshtje, me zon të ult. Ka thënë Abdullah bin Abbasi, komentatori i Kuranit, duke komentuar këtë ajet, ka thënë: "Esir", lutni Allahun në fshehtësi. Domthonë mos e lutni Allahun para njerëzve me të pa njerëzit që ti mu dukën kushije ti. Mirë po, transmeton Abu Musa radhiyallahu anhu, i cili tha se disa prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë nisë me bë dua dhe muni zoni i tyre shumë xhami. Atë dur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në xhami dhe i tha: "Ya ju nas, o ju njerëz, urbu ala anfusikum", heshni dëgjoni vetveten e juaj, domthonë mos e ngritni zonin. "Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba", se nuk jeni duke lutur një Zot i cili nuk ju dëgjon dhe nuk është prezent. "Innal ladhi tad'una samiun qarib", për arsye se Zotin të cilin ju e lutni, ai është afër dhe dëgjon. Domthonë është mirë me lutë Allah me Zot të ult. Katër vëllezër nga edukata e duas është njeriu mi çu durt. Ngritja e durve bën disa forma. Siç është e njohur tani kështu, në herë kështu, edhe kështu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam varësisht prej situatave ka pas rast që i ka ngritë kështu ult,
Ka pas rast që pejgamberi sa drejt syve, edhe ka pas rast i ka çu lart. Edhe siç dihet në betejën e Hendekut, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në zor të madh luftën e Hendekut, e kish vënë ridajen e tij, gjybën e tij, edhe lut kallon, ja Rob, nëse i mitën këto njerëzi, s'ka kush me ta dhuru mo ti, edhe i çeke durt, i bike ridaja, i bika ajo gjybja e tij. Ebu Bekri i shkoi prej anash, ja Rasulullah, wallahi Allah s'ka me tradhue. Mos e upi mitin prej Allahut, s'ka. Domthon, edhe ja niske me kajt Ebu Bekri kur e shif këtë gjendjen e pejgamberit, duke lutë Allah me përkushtim dhe domthon i përkulur ndaj Allahut subhanahu wa taala, duke e lyp ndihmën e Allahut subhanahu wa taala edhe në këtë formë. Dini që Allahu kur robi i ngrit duart, Allahu nuk e refuzon. Dëgjon çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbakum hayyun karim. Me të vërtet, Zoti juaj është i turpshëm dhe bujar. Yastahyi an yabsuta al-abdu yaday. Turprohet Allahu që i robi kur i shrin duart kërkesën, fayarudduhuma safra aw qala khaibatayn. Që Allah më ia kthi duart e tij bosh apo mos më përgjigj. Kur robi pi çoj ka durt, Allahu pi vi ka marrë turp, thot subhanallahu, ka thur robi jam durt, u mos më përgjigj. Allahu është i turpshëm. Andaj lut në këtë Zot i cili është i turpshëm dhe bujar, e sidomos në këtë muaj vëllezër të nderuar, e forma e lutjes tash është o mi ngrit duart në këtë formë, o njeriu lejohet me bon hutbe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas zakon me bë dua me gishtin tregues. Ka bë dua çështo. Allahumma hliki adh-dhalimin bi-dhalimin wal kafirin bil-kafirin. E ka ngrit gishtin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai na ka funi apo do në me bitis ajo? A do në me vazhdu ala? Agji? O kry si toni nalë, unë e nalëmi. Edhe pak, i kena edhe një 2 faqe. Që se bani sabër, e krytëm inshallah. Mas shumë të edhe një 7 minuta. Me lejnë Allah. Në ora 4 e kry. Si mos ta kryshim në mikrofonit, unë i bodhë. Allah ju knasë, ja Rabbi. Pre edukatës së duas është me ja fillu me falenderim, jo direkt në kërkesë. Jo me thonë, o Allah, unë kam nevojë me blenë një golf shtaça, teça, ku di shka do zemra në i xhep, direkt në të xhipi me shku. Lejohet, por nuk ka edukat. Sefte mi thonë duhet, o Allah, ti ta kom falenderimi që më ke kriju. O Allah, ti ta kom falenderimi që më ke udhëzu në drejt islamit. O Allah, ti ta kom falenderimi që më ke thonë fjalën, mënyrën me të bo lutje ti, mi thonë hamd, falenderim Allah. Pastaj, me çu salavateve pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Me thon Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa një njeri duke bë dua dhe tha, "Ki njeri është duke ngut në dua." I thon sahabët, "E pse ja Rasulullah?" Tha, "Idha salla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih." Tha, kur dikush prej juve fillon me bë dua, me lut Allahun ose namaz, le t'ja fillojë me madhru Allah, me falenderu Allahun, e pastaj thumma yusalli ala an-nabi, edhe pastaj le të bëjë salavat mbi meje, e pastaj le ta lutë Allahun subhanahu wa taala. Kjo nga edukata. Një ashtu vëllazër, nga edukata është e cej ka parzit, po përsëris, është mos me lut Allahun me dyshim ose me lut Allahun me kërkesë të, mi thonën inshet, nëse dëshiron. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mos thuani, hadithin e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi, nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu. Domethënë hadithi është i saktë, s'ka dyshim në ta, si ti duhet dikuj numri që po ja kallzoj, te Imam Buharia numri 6339, te Imam Muslimi 2679, domethënë gjendet kjo hadith ku thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mos të thojë dikush për juve, Allahumma ighfirli in shit. O Allah falë mua nëse do. O Allah falë mua inshallah na çetojna. Allahumma arhamni in shit. Ose o Allah më shiron nëse do. Li ya'zama ad-du'a. Le ta boje duan me bindje, me përqendrim që Allah i përgjigjet. Fa inna Allah sani'u ma yasha. Për arsye se Allahu e bën atë çka dëshiron. La makruha la, nuk mundet dikush Allahu me shti me zor me dhon. O Allah si dush. Jo, Allahu si do e përgjigjet ata patyshim. Andaj mos e teproni. Një ashtu nga edukata e duas është me thon 3 herë vëllazër. Seni me rip 3 herë. Jo me tepru pa 3 herë. Si për shembull, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të sunet transmeton Abdullah bin Mesudi radhiyallahu anhu, tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur bëjke dua bëjke 3 herë nisan. Si për shembull, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e lut Allahun 3 herë xhenetin, Allahu i thot xheneti Allahut, o Allah, çike rob që 3 herë atu më lut, atu të lut ti për mua, bëj një nasip.
Edhe xhenemin kush kërkon mbrojtje prej xhenemit 3 herë radhazi, xhenemi thot Allahut, o Allah, ky robi jot është duke kërkuar mbrojtje prej meje, bën një si mos me hitë kon. Andaj me thon kështu shembull, Allahumma inni as'aluka al-janna. Allahumma inni as'aluka al-janna. Allahumma inni as'aluka al-janna. O Allah, të lut xhenetin, thuni amin. O Allah, lusmi xhenetin për neve. O Allah, lusmi xhenetin për neve. O Allah, na i bën nasib xhenetin. O Allah, na ruaj nga zjarmi i xhenemit. O Allah, na ruaj nga zjarmi i xhenemit. O Allah, na ruaj nga zjarmi i xhenemit, ya Rabbel Alamin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Allahu ja ban kabul. Vëllezër të nderuar, këto ishin 7 edukatat me dua. Pika e fundit. Kohat kur me bo dua, kura e ma mirë me bo dua, hoxha. Ketë kallëzove deri tash, qelësin e dhava, mo derën se të kallëzu kur mira derës, abdes po, shartet po, kretë u veshëm, ketë të dera në kilon, kallëzu kur mira derës. E para, vëllezër, 1/3 e natës. Në natën e ersume vohën në kohën e syfyrit me bo dua. Amo jo në syfir Ramazan, sa herë kjo. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilën e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, inna fil lejli la sa'a. Me të vërtetë në mesin e natës ose në fundin e natës, tha është një çast, një dakik. La yuafiquha rajulun muslim. Nuk e takon atë moment ndonjë besimtar musliman dhe e lut Allahun nga të mirat e kësaj bote apo të botës tjetër, vetë sa Allahu i përgjigjet dhe kjo është për zonat. Don kjo nuk është vetëm në Ramazan edhe natën e 4, për zonat natën ki nevojë që tu biri derës. Dhe kjo kur është me e mira, është 1/3 e natës. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që Allahu 1/3 e natës zbret mbi qiellin e tokës, mbi qiellin e dunjos, dhe thot, a ka kush i kërkon prej meje diçka ti përgjigjem, a ka kush i kërkon ndonjë kërkesë ti jap, a ka dikush i kërkon falje ta fali, në 1/3 e natës. Kura kjo e don kohën, prej kohës së akşamit tek terti në kohën e imsakut, edhe e ban sa është 9 orë. E para qasaj një 3 sahat. 3 sahat para imsakit, qohë shembull. Qohë se akşami shembull është në ora, tash në ora 5:30, që thuin 6, imsaki është atje dikun, domethënë në ora 5, po them kushtimisht, në 4:30 e kena, edhe ti e bën kur është 1/3 e natës, duhet më kon nga ora 1:30 paraforsisht. Pe ora 1:30 lejohet mu çuti, me bë dua, me lut Allahun Rabbul Alamin. Dy vëllezër ditën e xumah. Ditën e xumah është një dakik, një moment ku transmeton Imam Muslimi dhe Imam Buhariu nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtetë ditën e xumah është një çast. Nuk ka dikush që e lut Allahun diçka vetë sa Allahu ja ban kabul. Ulemoja ka thonë këtë çast është në momentin, molla me tushi dulëm ka thënë tamam është, mos e zgat më shumë. Allah i çoft në xhennet ya Rabbi. Nuk e lut dikush Allahun, e kur është kjo? Kjo është prej kohës së ikinis deri në vaktin e akşamit. E tash në Ramazan e kena çet shans. 3 sene me pas. Agjerushëm, dita e xumah, dita e Ramazanit. Se mund më ka njëri agjerushëm, me naj sebeb 3 ditë të bardha, aty agjeru, para më të jenë këtë muj duke agjeru. Ramazan, dua, edhe dita e xumah. Shfrytëzoni nesër është dita e xumah, shfrytëzoni që me bë dua para iftarit. Prej ikinijës deri në kohën e iftarit, Allah i baj ka kabul, dera kanë qenë çat moment. 2 vëllezër, agjeruesit dhe musafirit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 3 dua Allahu përgjigjet. 3 lloj njerëzve Allahu s'ka ju përgjigjet. Duaja e agjeruesit, Ramazanlijës, duaja e atij të cilët i ke bë pa drejtësi. Ruju, i ke hin dikujt mexhe, i e më i forti, ti e bosi. Ja qel xhamin dikuj pa e vet, e marronin ndërtesë pa e vet, se ki parë, je i fort. Pa drejtësi to. Mos kujto se ka shanca ai të bën një dua, edhe Allah i përgjigjet, s'ka perde. Edhe batalit, shkove, u bone helaç. Edhe duaja e musafirit. Kur ti ish udhtar, ban dua për evlat të tu për vetveten. 4 vëllezër në mes ezanit dhe ikametit. Domthonë në mes ezanit dhe ikametit leni smet ka të struj sa tërë, atë shtret, atë lir. Shfrytëzoj rasin çose atu ka ku ban dua, sidomos në Ramazan tash ti fal sunet pak e zgasmin e shfrytëzoj në dua me bën me ezanit dhe ikametit. 5 vëllezër në sejdë nafile namaz, në farz nuk lejohet me bën në gjuhën shqipe ose gjuhën të cilën e flet. Ama në namazet nafile, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, hadithi është sahih Muslim nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru min ad-du'a. Mas afërmi që është robi me Allahun është në sejdë, andaj shtoni duat në ta
dhe e fundit vëllezër të nderuar kur prezantonin mezhliset çështo të hajrit. Tha pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilën transmeton Buhariu dhe Muslimi, dhe kjo është e fundit, nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, se Allahu te barekuhu teala ka melaçe të cilët janë udhëtar që vlera e mezhlisit. Dikuj po maki kanë janë mezhlis hoxha nuk ka i përgatitur, është nervoz, shembull, nuk ka përgatit mire, ka pas ndaj gajle dhe kështu me radhë, insan jemi edhe ne. Edhe ke shku si je kina shprej nivelit hoxhës ose ti je i lodh, mund të ndodhë edhe pala tjetër, xhamati është i lodh, nuk do me ngue, po kanë anal, që ati se jer marrë me dalë për xhamisë. Ma se kanë një hoxh musafir, po nalna se marra, po këton, të nderojna, ma halla të nderojna hoxhën, ja ban gjitë që ka ardi huaj, unë jam i huaj, juvi, por realisht jam i kësaj xhamie, të nderojna, dikush anal për çet një jetë. Ndëgjon e shka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu ka melaçe të cilët janë udhëtar, që hecin për dunjë. Nalën e mezhlisit ku përmendet Allahu subhanahu wa taala. Dhe ato e bën një rreth deri në arshi ala. Allahu i vet, pse u bën atë rrethin? Kush kanë këto rob? Thonë ja rab, janë disa rob të cilët janë duke të përmend ti dhe duke të bë dua. Allahu i pyet ato shkan të bë dua, shka lutin ato prej meje? Thonë lutin xhenetin. Po e kam pa? Ja rab se kam pa. Po ta kishim pa xhenetin, të lutën hala më shumë. E shka kërkojshin ato për mi mbrojt? Për shka u friksojshin? Shka kishin nevojë për mi mbrojt? Nga zjarmi i xhenemit. Allahu thot atëherë, Allahu subhanahu wa taala atëherë thot, a e kam pa zjarmin e xhenemit? Se kam pa. Thot po ta kishim pa, edhe më shumë të kishin lut. Allahu thot i përgëzon thot, përgëzoj ketë ata që unë atyre do t'ja bëj nasib xhenetin dhe do t'i mbroj nga zjarmi i xhenemit dhe do t'ja falë atyre mëkatet. Andaj vëllezër të nderuar, me laçë ato në mesin e tyre është një njeri i cili rastësisht është ul në atë mezhlis. Allah thon mesin e të mirëve edhe atij përgjigjuni. Allahu na bof nasib ya rabbil alamin me na u përgjigj duat e tona. Normal edhe njeri kur çohet prej xhumit i bë dua natën duaja dhe kur ta njeh zonin e xhelit. Është mirë me bë dua se xheli e sheh me laçën dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ta njihni zonin e xhelit duke bë, atëherë lutni Allahun se është me laçet afër. Allah në pranof lutjet tona. Ati ku e kemi godit ka qenë mirësia Allahut, ku kemi gabu ka qenë lëshimi jemi. Allah i shpërbleft që batët sabër me mdurue, ju e keni një hoxh të mrekullueshëm, hoxhën tonë të nderuar doktor Metush Mehmedin, hoxhën e nderuar, i cili është më i prirur se unë për me qenë këtë mezhlis, po nga modestia e tij sot na i ka dhënë rastin, unë me dal mu paraqit para juve. Allahu na bëf nga banorët e xhennetit. Allahu na bëf nga banorët e xhennetit. Allahu na bëf nga banorët e xhennetit. Allahu na i rujt evlatët e tonë. E largum nga udhë tek qia. Allah na e bof nasib xhenetin, neve, prindërve ton, babavllarëve ton, nanave tona, ya rabbil alamin. Allah na furnizoj me rrezik halal dhe të bereqetshëm. Allah na takoj me njerëzit e mirë në ahiret në xhennet, ya rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah i shpërblet për dëgjimin dhe sabrin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Allah ju kënaqë edhe juve. Po, Allah i shpërblet. Faleminderit. Amin. Se kështë të thonë amin inshallah. Me gabu minjerone. Allah i tryt.